Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Çfarë efekti i kanë bërë fjalët e tua personit tuaj të rëndësishëm të jetës tuaj? Pra, çfarë efekti kanë bërë? E kanë bërë në lëvizje për të reflektuar? Ky person është shumë i trishtuar, shumë i mërzitur. Dhe se në sytë e tu gjithmonë ka qenë personi magjik, personi që i ka pas të gjitha karakteristikat e njeriu ideal. Por fjalët e tua e kanë bërë të reflektojë. Fjalët që ti i ke thënë e ka bërë të reflektojë dhe të flasë me fëmijën e tij të brendshëm. Sepse me ty ai ka bërë kështjell në rër. Dhe kjo kështjell është rrethuar mbas fjalëve që ti i ke thënë. Pra, mbas fjalëve që ti i ke shprehur, i ke thënë, kështjella e tij është rrethuar. Pra ka rënë. Por në këtë moment ai po reflekton me botën e tij të brendshme. Është i trishtuar, i mërzitur dhe do të bëj një transformim për të, sepse ti për të je femra e tij ideale, je perëndesha e tij e bukurisë, je personi i cili ke bërë një ekuilibër, i ke dhënë jetës tij një ekuilibër, i ke dhënë jetës tij një kuptim. Dhe ky person brenda vetes tij ka marrë një vendim të ndryshojë dhe të transformohet. Pra, ky mesazh që të sjell ky princ tregon transformimin mbas fjalëve të tua që bën ky person. Pra, ndryshon në mënyrë drastike, në themel. Është në botë dhe së shpejti ndryshon komplet jetën e tij, bën një transformim. Reflekton mbas gjithë reflektimit që ai ka bërë në veten e tij me një vendim. Dhe ky vendim do të ndryshojë gjithçka nga ato fjalë që ti i ke thënë. Me kë rezonon? Me Luanin, me Shigjetarin, me Akretin, me Binjakët, Gaforen, me Brisjapin, Ujorin, Dashin dhe me Peshoren. Kurse me Gërmat mund të rezonoj me gërmën M, gërmën T, Gj, O, Q, L, P, Dh, L, T, R, G, N, F dhe gërmën S. Faleminderit shumë, miqtë e mi.